tashmë ne kthehemi me fokusin dhe vëmendjen në atë çfarë kemi si mision në Mirëmëngjes Shqipëri. Tham pak më herët që sot do të flasim për solidaritetin dhe mbështetjen që duhet i japim një kategorie të caktuar njerëzish, fëmijësh, qytetarësh në vendin tonë, siç janë edhe jetimet. Nuk duhet domosdoshmërisht të jenë data të shënuara që ne të kthejmë vëmendjen, e mira do të ishte që ne të bëjmë detyrën tonë qytetare çdo ditë me ato pak hapësira dhe mundësi që kemi, por megjithatë sërish edhe kjo datë vlen që ne të kthejmë vëmendjen dhe të shprehim apelet tona për ndihmë kundrejt fëmijëve jetim. Është data 20 maj, dita kombëtare e jetimëve. Ne do të kemi të ftuar në studio për diskutuar mbi nevojat që ka kjo kategori dhe kjo shtresë e shoqërisë shqiptare me zotin Ilir Çumani, drejtori i përgjithshëm i Institutit Kombëtar Integrimit të Jetimëve Shqiptar. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si dhe zonja Merita Bozo, laborante. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne në fakt në këtë ditë të shënuar ku patjetër që e meritojnë që ta kenë fokusin dhe jo vetëm sot, por gjithmonë për sa kohë në fakt edhe ne vetë si shoqëri ndjejmë që ndoshta kemi bërë shumë pak për ta. Megjithatë, për dalë më njëherë tek tema, çfarë do thotë jesh jetim në Shqipëri? Është një pyetje që do një përgjigje shumë komplekse, por gjithsesi të korrigjoja çik këtë termin e fjalës zhargoni që përdoret në të përditshmen tonë fëmijë jetim. Këta në fakt duhet konsiderohen fëmijë pa kujdesin prindëror. Në terminologjinë e ndërkombëtare dhe të saktë se si duhet të fokusohen, janë fëmijë pa kujdesin prindëror me disa veçori specifike nga bashkëmoshtarët e tyre, sepse ata në rrethana të ndryshme humbasin familjen, humbasin prindrit, por kjo obligon institucionet dhe shoqërinë shqiptare pasaj që të kompensojë pikërisht të mungesë që ata ta kenë më të lehtë rrugtimin e tyre në mirëritjen dhe edukimin e tyre për të bërë pjesë e barabartë e shoqërisë dhe bashkëmoshtarëve të tyre. Sigurisht që sfidat e fëmijëve pa kujdesin prindëror në vendin tonë kanë qenë dhe janë të mëdha, si kudo, në çdo vend të botës dhe në vendet më të fuqishme, më moderne të globit, ata janë fëmijë pa kujdesin prindëror dhe përballen me mungesa emocionale, me mungesa materiale, me mungesa të gjithanshme, të cilat shoqëritë e emancipuara, institucionet, vetë shteti, bëjnë ç'është e mundur që t'u lehtësojnë sadopak dhe për t'i sjellë në normalitet. Fëmijët pa kujdesin prindëror janë fëmijë jo të ndryshëm nga të tjerët, në tipologji dhe në karakteristika që ata kanë si gjithë fëmijët e tjerë. Janë fëmijë që duan vëmendje, duan dashuri, duan kujdes, duan shërbimin që u takon të marrin me qëllim që ata të jenë të sigurt në jetën e tyre dhe të ndihen pjesë e barabartë dhe jo pjesë e përjashtuar e shoqërive e mjedisit ku ata jetojnë. Sfidat në vendin tonë janë të mëdha, sepse vetë historia ka treguar që kjo periudha e tranzicionit i ka përballur këta fëmijë, këta njerëz, këta të rinj, se ata janë fëmijë, por nesër rriten dhe bëhen të rinj, bëhen dhe më të moshuar se të rinjt, përballen dita ditës me problemet nga më jetike që lidhen me arsimin e tyre, me edukimin e tyre, me asistencën shëndetësore, me strehimin, me punësimin, janë element kryesor që përcaktojnë dhe sigurojnë të ardhmen e tyre, nëse ato mungojnë në të përditshmen tonë. Angazhimi i institucioneve tona sigurisht që ka qenë dhe është serios, pavarësisht mundësive që u krijojnë këtyre fëmijëve, por një detyrë e veçantë i takon jo vetëm institucioneve, por në radhë parë shoqërisë dhe mjedisit ku ata rrethohen, nga të afërmit, nga të njerëzit që i mbështesin, që përkujdesen, dhe një rol të rëndësishëm do të thosha unë këtu që luan dhe pushteti lokal, institucionet e pushtetit lokal. Për arsye sepse këto institucione janë më afër problemit, më afër njeriut, më afër rasteve të tilla që i targetojnë, i fokusojnë dhe
u asistojnë me mbrojtjen dhe mendimin sociale, sidomos në ato raste të familjeve që kanë nevojë për të fuqizuar. Programet kanë qenë në vazhdimsi, programet në mbrojtje dhe në fuqizimin e këtyre familjeve kanë qenë të vazhdueshme, por të pamjaftueshme. Që do thotë që është një sfidë e madhe për institucionet tona për të kapërcyer një nga problemet më madhore dhe që lidhet me standardet që vendet e Bashkimit Evropian i kërkojnë në vendin tonë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Jo pa qëllim, unë solla dhe një apel që mjeshtri Bujar Kapexhi i drejton jo vetëm politikës, por edhe institucioneve me një slogan dhe apelon Shqipëria pa jetim më pranë Bashkimit Evropian. Kjo është slogani që duhet të udhëheq të gjithë neve, aktorët dhe faktorët që merremi drejt për së drejti me kategorinë e këtyre fëmijëve pa kujdesim prindëror, që synojmë për t'i integruar, për t'i mbrojtur, për t'i bërë të barabartë në jetën e përditshme. Të mos jemi nihilist, gjërat kanë ndryshuar, por jo në atë nivel që të na bëjnë të kënaqemi. Janë sfida që kërkojnë angazhime serioze, janë sfida që kërkojnë një fuqi edhe shpirtërore, por dhe në radhë parë një vëmendje institucionale. Që do thotë që të gjitha institucionet e shtetit tonë duhet të jenë sy hapur, vigjilent, për të fokusuar gjithë vëmendjen dhe programet e tyre në mbrojtje të këtyre fëmijëve atje ku është situata, atje ku është problemi, që këta fëmijë të mos bëhen pjesë e fatkeqësisë së tyre, po të jenë pjesë e daljes nga kjo situatë. Ta përfshim pak në bisedet e zonjën Bozo, se sigurisht është një moment që ka rëndësi që edhe mesazhi ynë të përcillet sa më qartë edhe të jetë sa më gjithë përfshirës. Zonja Bozo, cilat mendoni se janë sfidat kryesore dhe sa hapësira kanë fëmijët pa kujdesin e tyre prindëror në një shoqëri si Shqipëria? Në këtë aspekt është çike vështirë. Unë për shumë rasti im konkret. Ju jeni rritur pa kujdesin prindëror? Që kur kam lindur edhe deri sot. Po. Dhe keni qenë pjesë e institucioneve të kujdesit të fëmijëve. Po. Dhe si ka qenë ky rrugtimi juaj në kuptimin e vështirësisë dhe sfidave që keni patur? Si ta them, një jetim duhet të ditë të jetoj jetën. Po si ta jetoj, këtu është shumë e vështirë. Pa shtëpi, mes 4 rrugëve të Tiranës, 35 vjet punë, kam bërë shumë dokumenta, asnjë përgjigje nga bashkia. Dokumenta në çfarë kuptimi? Për strehimin. Për strehimin. Shumë jetim janë rrugëve. Pra pas si mbushin një moshë të caktuar që nuk i lejojnë ligje shqiptare që t'jenë pjesë e institucioneve të jetimoreve, më pas ata do duhet të asigurojnë vetë jetën e tyre, apo jo? Do përballen me jetën edhe s'ke njëri ku të shkosh, ku të përplasesh, se në atë kohë më përpara, kishe përgjithësi, vinte kryetari i bashkisë që ishin këto, kryetari i komitetit, merrte me lista. Ti do marrësh shtëpi, ti do shkosh në shkollë. Pra ju po thoni që sot e kësaj dite nuk jeni pa një banesë? Nuk funksionon fare. E keni një banesë? Mua më zuri, do me thënë... Tranzicioni, po? Tranzicioni edhe nuk mora do shtëpi se isha në shkollë. Kur marrova, ngela rrugëve. Edhe kam fletur ke spitali Nën Tereza 30 vjetë. 30 vjetë? 30 vjetë në spitali Nën Tereza. Sa aty mbarova shkollën për laborante. Dhe sot e kësaj dite ju jeni pa një apartament. Po cili ka qenë motivacioni ose përgjigje që ju ka ardhur nga strukturat shtetërore, qofshin ato dhe të pushtetit vendor? Këta kanë vënë një rregull, se kush e ka vënë ministrit nuk e di, 25 vjeqe. Po kur isha 25 vjeqe, pse s'më dhash bashkia shtëpi mua? Vitet kalojnë, këta nuk e kupton bashkia, unë s'dori gjithkohon 25 vjeqe. Po. Dhe me thonë, Zoti Çumani, ka ndryshuar politikat sot? Matilda, ta sqaroj më mirë Zoti përderisa kemi një rast konkret, siç është Merita, duhet i referojmë një momenti që është shumë i rëndësishëm.
që kemi të bëjmë me dy kategori të këtyre fëmijëve pa kujdesim prindëror që rriten dhe nuk janë më fëmijë dhe kalojnë dyert e këtyre institucioneve dhe përballen me sfidat pa numërta siç është rasti i Meritës. Dhe kjo është kategoria më problematike për ne që merrem me politikat e mbrojtjes dhe të ndihmës së këtyre kategorive. Janë më të pambrojturit, më të pasuportuarit, sepse mendon që shteti këtu është prezent vetëm në moshën 18 vjeç dhe këta fëmijë pasaj duhet të bëjnë zot vetes. Por në rastin konkret këta janë të zbuluar nga mbrojtja sociale, sepse dalin lënë dyert e këtyre institucioneve dhe nuk janë të orientuar se çfarë duhet bëjnë. A ka një legjislacion për t'i parë si kategori prioritare për t'i punësuar, për t'i strehuar, apo për t'i integruar realisht në jetën sociale të vendit? Kjo është një debat shumë i gjerë që na ka shoqëruar në gjithë këto vite e dekada dhe është një nga plagët më të mëdha që shteti ende nuk po jep zgjidhje. Si rasti Meritës ne kemi me dhjetra, ndoshta dhe me qindra raste të tilla që kanë mbipopulluar institucionet e braktisur të institucioneve të shtetit shqiptar dhe kanë krijuar një formë geto në këto godina ku janë fëmijë pa kujdesim prindëror që janë rritur në këto institucione, kanë kaluar rinin, kanë kaluar moshën madhore, janë plakur dhe sot janë në një moshë si punë e Meritës që ende nuk kanë një shpresë për të patur një çatim mbi kokë. Por mjafton shteti apo pushteti lokal që t'i japi një bonus qiraje. Nuk është kjo zgjidhje. Mund t'i japësh një banesë sociale dhe ta mbyllësh këtë kapitull një herë mirë që për sa kohë këta nuk... Por gjithsesi një bonus e marrin pra? Një bonus e herë marrin dhe herë se marrin për shkak të procedurave burokratike, ndoshta edhe jo dashamirëse që pushteti lokal aplikon me këtë kategori. Unë shpeshherë kam ndërhyrë pranë... Ç'do të thënë jo dashamirëse? Janë them unë. Janë selektiv? Janë selektiv. Nxjerrin problematika burokratike të pajustifikuara. Jo po kjo është në këtë datë, jo po ajo është në këtë datë, jo kaloj një ditë, jo kaloj një ditë, vetëm për t'i skualifikuar dhe për të përfituar kategori jo prioritare, që janë kategori që etiketohen në zhargonin e përditshme patronazhisa, që etiketohen nuk e di janë probleme qokash, gjërash që janë të papranueshme. Këta janë kategori prioritare. Ndoshta dhe procedura e VKB-ve, vendime të këshillave bashkiak, duhet të ndryshoj që kjo kategori të jetë prioritare jo me fjalë, por me letra. Domethënë që të bëhen më të thjeshta procedurat, sepse këta dihen që nuk kanë një marrëdhënie pune, nuk kanë një banesë mbi kokë, nuk kanë një status të avancuar social. Janë kategori vulnerabël. Një pjesë e madhe janë pa shkollë, të parsimuar. Gjë që nuk i lejon ata të integrohen në tregun e punës, apo në një profesion. Mungojnë disa hallka e zinxhirit që të funksionojnë. Atëherë, kur dihet që këto janë kategori prioritare, çfarë janë këto procedura selektive keqdashse ndonjëherë, për t'i selektuar i lë 4 muaj, 5 muaj pa qira, dhe këta vinë vërdall, dhe pastaj me zia lidh qiran për një vit, e përsëritet kjo histori. Duhet një politikë më fleksible, më e zgjuar, më e mençur nga pushteti lokal, sepse tashmë ne nuk jemi Shqipëria e viteve 90 apo e viteve 2000. Jemi Shqipëria e 2025-s, aspirante për të bërë antare Bashkimit Evropian. Dhe janë kërkesa që në grup kapitujt është kërkesë e Bashkimit Evropian që nëse juve nuk jeni serioz në çështjen dhe trajtimin e kategorive vulnerabël, siç janë fëmijët pa kujdesim prindëror, të rinj pa kujdesim prindëror, kategoritë e tjera paraplegjik, tetraplegjik apo kategoritë tjera që kanë nevojë për mbështetjen dhe suportin e shtetit, që në fund të fundit të mbështetje ata e gjenë përmes taksapaguesve shqiptar. Shteti është vetëm një menaxher i këtyre politikave. Ne jemi dëshmitarë se çka ka ndodhur sot në këtë Shqipëri. Domthonë shumë fonde publike keq menaxhohen për qoka, për gjëra nga më të çuditshme dhe nuk përmbulojmë problemet më jetike të kategorive që të paktën të japim dinjitetin e duhur për të bërë një jetë të dinjitetshme. Merita, pak më herët thatë që keni mbaruar studimet për laborante apo jo, në Spitalin Nën Tereza. E ushtroni këtë profesion? Punoni? Po, e ushtroj, ke urgjenca. Pra jeni e punësuar në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Spitali në Shevqet Nroqi. Po, shumë mirë. Pra, përveç pjesës së strehimit që është një sfidë për ju,
të paktën ju keni disa të ardhura mujore që shkojnë për 7 profesionit të cilin ju e keni... Nuk më del se kam rrogën e ullët, nuk më del. Se jam e qëra. Njerë e marë bonusi, njerë se marë. Na vjen vërtet keq, në fakt, ky ndoshta është edhe synimi pikërisht i kësaj teme sot, duke qenë se është dita dhe kombëtare e fëmijëve jetim. 22 vite më parë, inicova një ditë kombëtare të vëmendjes për fëmijët jetim. Kam qenë iniciatori drejt për drejt i kësaj nisme, Kompliment. të cilën e kam jetëzuar me një bashkëpunim intensiv me Akademinë e Shkencave dhe me një grup deputetësh në Kuvendin e Shqipërisë, dhe që synonte kthimin e një vëmendje serioze institucionale të institucioneve tona për të patur në prioritetet dhe në politikat e veta integrimin e kësaj kategorie. Na vjen shumë mirë që keni krijuar, faleminderit shumë që Rrugëtimi ishit ka sot. qenë shumë i vështirë, është i vështirë, ka sfida, por siç e hapi Matilda në fillim të bisedë, nëse të gjithë nga pak kujtohemi çdo ditë problemet e këtyre bëhen edhe më të lehta. Ne nuk duhet kujtohemi vetëm në 20 maj. 20 majin shoqëria shqiptare duhet ta ketë në të përditshmen e vet. Kështu që apeli im është më shumë vëmendje në të përditshmen tonë. Faleminderit Faleminderit shumë. shumë që ishit me Shpresojmë që ne të bëhet sot. më e mira duke i risjellë edhe këto tema në vëmendje gjithmonë. Faleminderit. Unë falenderoj juve për vëmendjen Faleminderit që shumë. treguat. Faleminderit. Ndërkohë, dashumi, shkëputemi në një hapësirë të shkurtër muzikore dhe kthehemi në temën e fundit për diskutim, do të flasim për Kërkohet një tenor.